ky lajm ka prekur shumë, qoftë edhe artist miq të tij, të cilët kanë reaguar shumë edhe në rrjetet sociale. Me disa prej tyre do të kemi komunikim edhe sot në Kosova Live përmes lidhjeve direkte. Por para se t'i prezantojmë, Ajda natyrisht është udhës që në emër të gjithë stafit, familjarëve, kolegëve, bashkëpunëtorëve ju shprehim ngushëllime për këtë humbje të madhe dhe të papritur. Ne fillimisht në studio kemi kolegun ton Leon. Leo, mirë se erdhe. Mirë se vjen, Leo. Me të cilën sepse kemi realisht të flasim edhe për karrierën e shpatit, dhe për momentin e lidhjet të drejt për drejt i kemi Bleron dhe Ermal Fejzullahun. Përshëndetje, jema mirë se erdhet. Fillimisht ngushëllime për këtë humbje. Përshëndetje. Ermal, përshëndetje, ngushëllime edhe ty, e di që është shumë e vështirë natyrisht edhe për ju, sepse mbi gjitha përveç kolegë ju keni qenë edhe shok të mirë, madje në një periudhë keni qenë emrat kryesorë të skenës muzikore. Bleron. Përshëndetje gjithëve, përshëndes edhe Ermalin edhe Ermalit uroj ngushëllime për kolegun tonë. Fillimisht do ta shpreh ngushëllime familjes të shpatit. Ku me të vërtet është një moment, është një dite, është një date që zotarohet kur, sepse është rënditi për gjithë neve. Jam i shokum, i pa fjalë, pothuajse, sepse kur e mora vesh lajmin në mëngjes, ishte diçka që u thy gjithçka brenda meje, sepse kam pas shumë mik edhe kam mbet pa fjalë. Absolutisht, e kuptojmë. Ermal. Ngushëllime gjithëve, ngushëllime edhe ty, Blera, ngushëllime të shikuesve, me të vërtet isha i shokum shumë, me thonë drejtën, ishte lajmi i fundit që kisha mujt me prit, të pas parasysh moshën e shpatit, dhe ishte shumë tragjike. Nuk po munde me onë vetja, që jemi sinqert akoma, nuk e di as arsyet, as shkaqet, as si e pse, po me të vërtet na ka mërzit shumë. Po vrejet që edhe nga komunikimi është një gjendje rënduar emocionale dhe për kolegët e Shpat Kasapit, sepse me të vërtet ishte në moshë të re dhe ishte një lajm komplet i papritur, duke pas parasysh se asnjëherë nuk ka pas as ndonjë raportim që i njëjti po përballet me ndonjë vështirësi shëndetësore, megjithatë ky është lajmi i fundit. Blero, si e kujton Shpatin, ose cili ka qenë ndoshta komunikimi i fundit që e keni pas bashk dhe a ka pas ankesa sa i përket shëndetit? Jo, Shpati ka qenë gjithmonë ajo energjia e mirë dhe ankesës ka pas kurrë, edhe nëse Shpati ka qenë ndoshta në jetën e vet ndonjëherë emocionalisht jo mirë, ka reflektuar të tjerë të mirë sa njohën e Shpatin. Komunikimi i fundit ka qenë mos gabosha para një 2 javë dikon. Dhe ishte në fakt e patëm bëni muhabet për mi bëha dhe një projekt bashk ku unë kom fillu me punu në to edhe pyetja e fundit ka qenë po shprehem tash sepse po duhet pak energji. Më tha i dashur më tha ku është konga. Tash tu punu jam. Tash më ka mbet shumë, ka më mbet pik gjithmonë, po ka qenë shkruar kështu, por jo realisht Shpati në komunikim me mu, sa ku më njoftë nëse ka pas ankesa as shëndetësore, as në asnjë formë tjetër. Edhe që është edhe Ermali, domethënë është super e shokuar për gjithë neve, por ne duhet të lutemi për familjen e tij dhe shpirtin e tij. Po. Blero, familjarët e kanë konfirmuar më herët lajmin, por gjithsesi keni arritur të keni sot ndonjë komunikim sa do të vogël me dikë prej familjarëve apo jo? Mbas edhe me menaxherin e Shpatit? Për momentin jo, sepse nuk dojmë thjesht t'i shqetësojmë, unë paktën jo, por sigurisht si të kthehem prej Londrës do të shkoj direkt tek familja e tij. Për momentin jo. Blero, ju bashkë keni pas edhe një duet, një këngë jashtëzakonisht shumë të suksesshme. Çka kujton nga ajo periudhë, sepse unë thash që me që është edhe Ermali në lidhje të drejtë për drejtë, që të tre në një kohë, do të thotë ju keni qenë treshja që i keni dominuar top listat, e keni dominuar muzikën, diskotekat e kështu me radhë. Edhe një herë pyetje më fal. Po, nga periudha kur keni realizuar duetin bashkë. Çka kujton nga ajo periudhë, nga bashkëpunimi i asaj këngë hit? Kujtoj vetëm gjonat mira, kujtoj kohën tonë kur ishim bashkë në Top Fest,
si karriera jo, do më thënë do t'jetë gjithmonë për mu, do t'jetë edhe për fansit, po besoj do t'jetë një ndër këngët më të bukura të paktën për mua. Po. Edhe sigurisht se jam edhe pak me emocione, problem. E kuptojmë, Blara, e kuptojmë plotësisht. Arsyeja pse po kyqem kështu nëpër media është sepse do të për respekt të ti. Po. Shpresojmë që mos ti shqetësojmë ndoshta edhe familjarët e tij, por do të prapë ne kemi një punë tillë ku kemi edhe përgjegjësi dhe sigurisht do të tregojmë gjëra të mira për shpatin edhe ti. Absolutisht, dhe në këtë pikë Blara, sepse e kuptojmë si ty si Ermalin, gjithë të tjerët jeni në një gjendje shoku, sepse është e pabesueshme kjo, siç po e thoni edhe vet, por me gjithë kontaktet që kemi pasur sot kolegët e thonin vazhdimisht që megjithëse është vështirë e ndjejmë obligim që të flasim për shpatin, sepse Ermal, mbi të gjitha ajo që kemi dëgjuar në skenën muzikore mbrapa kamerave, për shpatin është që të gjithë e kanë vlerësuar shumë si djalë mbi të gjitha. Nuk po flasim për këngëtarin, por shpatin si djalë dhe kujdesin e tij që ka pasur ndaj secili prej jush. Që ka qenë një prej djemve ma pozitiv në gjithë skenën shqiptare. Unë e kam njohur shumë herët. Ermal, të lutem nëse nuk e ke problem vetëm kamerën me lëshu, nëse... Po, që ta keme komunikime. Po. Kërkoj falje se kisha në rregull, jemi në rregull, po. Shpatin e njoh shumë herët, e njoh qysh prej vitit 2003, kur ka marrë pjesë në Nota Fest, kemi marrë pjesë bashkë dhe ai ka qenë konkurrent. Ka qenë një prej djemve më të mirë gjithmonë, domethënë shumë pozitiv, shumë energjik, gjithmonë ka qenë përkras, nuk kemi pas një, për shembull, marrëdhënie të tillë që me pas inatën mes vete, e kemi shty njëri tjetrin, ka qenë edhe kohë më e mirë, ka qenë art. Edhe shpati e ka dashur jetën shumë, ka qenë gjithmonë ka dash vetëm mirë me ndëgju, ka qenë pozitiv. Sta marrët edhe Blara, edhe nëse ka pas diçka të keqe brenda, nuk e ka shfaq, nuk e ka shpreh. Për ndryshëm, kam nejt shumë shpinë e tij në Shkup, ka qenë edhe në Prishtinë shpinë time, dhe ishte shumë shokuese. Për një moment mu kthy, çush me thonë, mu kthy filmi komplet, mu kujtuan gjitha kohrat që i kemi kalu bashkë, dhe ishte shumë shokuese. I shpreh nga zemra ngushëllime familjes Shpatit, edhe gjithve. Është humbje e madhe, me të vërtet. Po, e vërtet. Djema, nuk po ju mundoj më shumë, ne ju falenderojmë që ishte të gatshëm për të lidhur, ngushëllime edhe njerë, dhe vërtet na vjen shumë keq për këtë humbje të papritur. Nëse keni diçka për fund, absolutisht jeni të lirë. Unë kisha pas qef më jep një mesazh në fund, sepse tash është edhe Ermalin dhe mua, tash ne e kujtojmë mikun, shokun ton, kolegun ton Shpatin. Mund të them që për këngëtarët të ri të jenë pak më kujdesshëm mes vetes, sepse fundit kemi vetëm një jetë, dhe pavarësisht asaj do të kemi respekt, gjithçka që jetë këtë jetë jesin kujtimet, kështu që ne e kujtojmë Shpatin me ëndje dhe edhe një herë ngushëllim me familjes, gjithë shqiptarë. Blara, faleminderit shumë, faleminderit edhe për këtë mesazh. Absolutisht të rëndësishëm. Ermal. Po. Ngushëllimet për zemërta dhe ta ruajmë shëndetin, është primar për çdo gjë. Në rregull. Faleminderit shumë, të dyve.